Nuk e dini se më dëgjoni. E ndëgjova dhe analizën e zotit Tare, por desha të them zotit Tare, Gjafer Deva përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe u caktu profesor katedre. Si ka mundësi që Amerika, simboli demokracisë, e cakton profesor katedre, dhe ky Gjafer Deva i shkruan mikut tij Ismail Verlacit, i thot të lutem të më qosh një kostum të përdorur, jo të ri, sepse me këtë teshka që kam, me këtë rroba që kam, unë nuk mund të dal para studentave. Dhe Ismail Verlaci, si mik që e kishte Gjafer Devën, i qon një kostum edhe i futët në gjep edhe një $200. Rikthehemi pak te Katër Shkurti dhe mbi të gjitha te përpjekja për ta modifikuar historinë që do duhet kishte mbaruar pas 90-s, ndoshta zoti Miraka jemi treguar çik tolerancë shoqëri ndaj propagandës kallup. Shiko, hakmarrjet nuk janë të mira, nuk sjellin qetësi. Ne kemi nevojë për një pajtim kombëtar, me thënë. Normalisht ajo ka ndodhur në kohë lufte me Sadion dhe ka ndodhur mes shqiptarëve, gjermanët nuk kanë gisht në atë masakër. Unë kam lexuar diçka nga politologu Necmettin Spahiu, po kam dëgjuar edhe rrëfimin e avokat Sakranit. Partia Komuniste kishte kriju atë grupet atentatore që bëshin, dhe Kadrit Sakrani duke hyrë në hotel, i është bërë atentat. Ku me Sadion kameti i vënë shofnerit një. Ai ishte kraho ushtarak i balli kombëtar për jugun. I Sakrani. Po me atentati u vra edhe nipi i Gjafer Devës. Por kjo nuk e justifikon atë hakmarrjen me një numër aq të madh njerëzish. Megjithatë, ajo lista nuk u bë ditur asnjëherë. Megjithse ishte një masakër ashtu siç thuhet, ajo ngjarje duhet të ketë diçka në arkivat se është një ngjarje e rëndë, duhet të ketë një dokument në arkivin e shtetit, themon. E kuptoj. Dakor, një koment të fundit Auron më duhet nga ty. Është në diskrecionin tënd. Po, më thuaj, se nuk e dëgjova. Jo, ishte në të njëjtën linjë mendimi me ty në fakt zoti Miraka, por ai thotë që na duhet një pajtim më tepër kombëtar, ndoshta një avancim drejt një paqe sociale, duke i lënë më njanë historitë ose le të themi mllefin e asaj